Mirëmbrëma të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri, mirëmbrëma të dashur fëmijë. Mirë se keni ardhur në festivalin më të dashur të qytetit ton, Bletëzat 2025. Festivali Bletëzat 2025 shënon 31 vjetorin e tij në skenë. E këto 31 vite janë të thjeshta për të thënë, por është dhënë shumë mund, kontribut, sakrificë, dhe kjo falë stafit të këtij festivali në kryer me vaj Babliu. Festivali vetëm i këtij lloji në Maqedoninë e Veriut, i cili në mënyrë aktive promovon vlerat të mirëfillta fëmijërore përmes muzikës. Andaj të nderuar të gjithë ju që jeni në sallë sonte, mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin e 31 të festivalit Bletëzat. Bletëzat këtë vit do të paraqiten me 15 talentë mrekullueshëm, me 15 këngë dhe me 15 fytyra të gëzuara, të cilat do të na shpërndajnë hare dhe gëzim të gjithëve neve padyshim, dhe në të ardhmen këngët e tyre do të jenë hite. Sonte do të këndojnë fëmijë nga Tetova, Gostivari, Dibra, nga Republika e Kosovës dhe Shqipëria. Sigurisht që prapastinës së këtij festivali qëndrojnë mbështetësit tanë. Le të fillojmë me radhë. Sponsor gjeneral për këtë vit, Ministria e Kulturës. Të ndjekim mbështetësit tanë në prapaskenë. Ariana mund të t'i përmendish sponsorët më bëjnë me ti. Pra sponsori gjeneral Ministria e Kulturës, më pastaj vite me radhë mbështetës Komuna e Tetovës me kryetar Bilal Kasami. Si dhe ordinanca Dr. Anqevski nga Shkupi. Njëkohësisht sponsor medial i festivalit Bletëzat, Televizioni Koha dhe Radio Bleta. Njëkohësisht falenderoj dhe Studio Kita që u përkujdes për pamjen time. Sonte duam të përshëndesim dhe dy miq tanë nga Republika e Kosovës, zotëri Tahir Shavanin, presidenti shoqatës për zhvillim dhe bashkëpunim me Selin në Francë dhe njëherit lideri paqes botrore, dhe zotëri Fatmir Makolli, presidenti Federatës së Kickboksit të Republikës së Kosovës. Njëkohësisht një përshëndetje e veçantë dhe faleminderit që janë në mesin tonë dhe kryetarin e komunës së Të Arcës, zotri Daud Memishi, dhe njëkohësisht kryetarin e komunës së Bokovinës, zotri Feti Abazi. Mirë se na keni ardhur. Ju urojmë suksese dhe shpresojmë që t'i mbani premtimet. Tani në radhë do t'ja japim disa mirënjohje për sponsorët tanë dhe në fakt do të kërkoja vëmendjen tuaj për të gjithë përfaqësuesit që janë sonte në sallë dhe që vinë t'i marrin mirënjohjet e tyre. Fillimisht do të thoja profesoreshën Laurie Ibrahimi për ta falenderuar për bashkëpunimin shumë vjeçar me festivalin Bletëzat. Faleminderit shumë për bashkëpunimin me festivalin ton. Dhe
faleminderit shumë profesoresh për mundjen dhe kontributin. Dhe në vim do të ftoja zotri Mevlan Osmanin për të marrë gjithashtu kupën dhe duke falenderuar produksionin On Media. Faleminderit për kontributin. Ftojmë tani zëvendës ministrin nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit të merr kupën e festivalit në shenjë falënderimi, zotërisë Eda Sulejmani. Faleminderit për bashkëpunimin. Faleminderit. Dhe në vijim do të ftoj në skenë që të shpallë të hapur këtë festival dhe njëkohësisht të merr kupën e bashkëpunimit, kryetarin e komunës Tetovës, profesor doktor Bilal Kasami. Mund të merrni fjalën përshëndetse. Mirëmbrëma, të nderuar të pranishëm, të dashur fëmijë, i nderuar themelues organizatori i këtij festivali, zotri Mevaj Pabdiu, të dashur mysafir nga Republika e Kosovës. Festivali Blezat 2025 shënon edicionin e 31 me radhë. Për çdo vit, kjo skenë mirëpret talent të rinj të muzikës, zëra që jehojnë në këtë skenë e që do të jenë krenaria e qytetit tonë në të ardhmen. Ndaj, më lejoni që të faleminderoj gjithë ata të cilët kanë qenë të angazhuar apo organizatorë të këtij festivali, e që arrit të mban gjallë frymën e këtij festivali, sepse është një ndër pasuritë e qytetit tonë, ku çdo vit ne po zbulojmë talente të reja, fëmijë tanë të cilët në të ardhmen kanë një potencial për të qenë edhe këngëtar të skenave kombëtare. Prandaj për ne ky festival ka një rëndësi të veçantë, jo vetëm simbolike se mundëson fëmijëve që të prezantojnë talentin e tyre, të shfaqin talentin e tyre, por njëherë është një mundësi që në kohën e hershme të zbulojmë ta talent dhe sigurisht që në të ardhmen ata të performojnë në skena të rëndësishme të muzikës. Ndjehem njëkohësisht i nderuar që të bëj hapjen e këtij festivali dhe të gjithë fëmijëve pjesëmarrës që uroj sukses dhe nuk dyshoj se fëmijët më të mirë do të fitojnë dhe do të shpërblehen. Faleminderit dhe shpallë të hapur festival. Dhe kështu tani do të vazhdojmë me muzikë. Do të sillim edhe një herë në skenë fituesin e festivalit Blezat 2024, këngëtaren Eda Abdulmexhiti me këngën Me Piano. Ftojmë në skenë Edën.
Kosova, linga një interpretova. Dore mi fa sola, është bukur për hata. Tinguj mushën që shtëpia, je mozat më son qoshlia. Në pjarë muzikoj, të gjithja këtoj. Kishta të si pianiste, dhe këtoj si vokaliste. Tinguj këndoj e oj, në pjarë të predoj. Kënde melodi, që bukura u fëndi. Kishta të si pianiste, dhe këtoj si vokaliste. Tinguj këndoj e oj, në pjarë të predoj. Kënde melodi, që bukura u fëndi. Taste nota ti mësova, linda një interpretova. Dore mi fa sola, është bukur për ata. Sonte në fakt punën më të rëndësishme ka juria jonë profesionale që është e përbërë prej 3 profesoreshave të muzikës edhe atë profesoresh Samir Rakipi, profesoresh Hamie Imeri dhe Adelina Halimi. Sonte do të ndahen këto çmime. Çmimi i parë nga juria profesionale, 2 çmime të dyta, 3 çmime të treta, Best Talent, performanca më e mirë, Best Hit, mikrofoni art, menada i lire, Best Spot, muzika më e mirë e shumë çmime të tjera. Dhe në vazhdim do t'i ndjekim 3 këngët e para konkurruese. Sonte fëmijët me këngët në vijim do t'i këndojnë ngjyrave magjike të ylberit, dashurisë dhe respektit ndaj shoqës së ngushtë, duke vazhduar me një këngë që fton të luajmë dhe vetëm të luajmë. E para në skenë do të ngjitet një këngëtare vogël që e don shumë këtë festival dhe është hera e dytë që po na nderon me një këngë të re. Pra 3 këngët e para janë kënga Por si ngjyrat e ylberit, teksti Vjollca Berisha, muzika dhe orkestrimi Bekim Malsia, këndon Jara Zhaku. Kënga e dytë quhet Shoqet e ngushta. Teksti muzika Laurie Ibrahimi, orkestrimi Albert Cami, këndon Drina dhe Bora. Dhe kënga e tretë quhet Luaj vetëm luaj, teksti muzika Teuta Halimi, orkestrimi Nejat Mujovi Virusi dhe këndon Tiara Ganiu. Pra një herë e ftojmë në skenë Jara Zhaku, skena është për ty. Na bota me ngjyra Kur gjesh me zë, mos shpreh habi. Unë botën e dua, sikur se edhe ti. Ruaj të të flas, se s'kam të qertat ngjyra, po për të të dashur, mjo pa fund mënyra. Unë jam e kuqe, flak më nxjerr zemra. Të guxim
që më quaj, mos dje tjera emra. Ti më shëvjoll, kupton se nuk qesh, po më shpresën si fustan e vesh. Jemi gjyra shtat, as pak nuk gjasojmë, së bashku po na lartë, yrmerin e formojmë. Ta hapse në onje i, ngrohu në të eve ti, mor qikoje në shuri, jemi njësoj të gjithë fëmi.
mësimet si haroj. Luaj, vetëm luaj, luaj dhe këndoj. Luaj, vetëm luaj, shkollën se haroj. Luaj, vetëm luaj. Të 15 këngët në këtë vit në Festivalin Mbledërza 2025 janë vajza. Kështu që do ju kisha inkurajuar prindërit që vitin e ardhshëm në këtë skenë të sjellin edhe djem, sepse nëse vajzat janë mjalti, djemt janë nektari. Vazhdojmë me këngët e radhës. Kënga Kitara ime, teksti Jasmina Nazifi, muzika dhe orkestrimi Sedat Nazifi, këndon Medina Abdulmegjiti. Kënga Lutem, teksti dhe muzika Laurie Ibrahimi, orkestrimi Albert Sami, këndon Jona Rexha. Dhe kënga Tetova qyteti im, teksti dhe muzika Avni Qahiri, orkestrimi Kristi Pasha, këndon Adora Thaçi. Le t'i ndjekim. Kitara ime ti shoqë
frymëzim, Teto vjetim për mua shtëpim, Teto vjetim për mua shtëpim. Shpresoj që të gjithë po kaloni mirë në këtë atmosferë të mrekullueshme. Do t'i sillim tani dhe 3 këngë të reja, 3 vokale të ndryshme. Radhën e kanë këngët Adoleshenca, teksti muzika Laurie Ibrahimi, orkestrimi Albert Cami, këndon Eda Neziraj. Një duar trokitje për Edën. Kënga tjetër quhet Jam City, teksti muzika Avni Qaili, orkestrimi Sedat Nazifi, këndon Alsa Jashari. Dhe kënga tjetër quhet Zëri, teksti është nga Aurora Balaj, muzika dhe orkestrimi Nazmi Aliu, këndon Jona Krasniqi. Eda, skena është për ty e zemër.
si ti, si ai, si të gjithë o ju famin e vazhdoj, ndëroj, do të njëjtin ta ndryshoj. Gjyra flok, fëmi pa lot, të dashuri tek një këtë bot, pa uretje, pa shënim, letërit e mi plotën.
një tjetër pasion i fëmijëve. Të rritesh në ndikujt muzikor dhe të mësosh notat muzikore që nga fëmijëria është një nivel i lartë i kulturës fëmijërore. Ne sonte do t'i këndojmë muzikës, motrës dhe do t'i përcjellim edhe porosi. Në vazhdim do t'i ndjekim 3 këngët konkurruese dhe këto janë: Bashk këndojmë, teksti Betime Zylali, muzika orkestrimi Ebrar Mazari, këndon Monera Veapi. Kënga e radhës quhet Mirë se vjen motër, teksti Rejhana Adili, muzika Jasmina Nazifi, orkestrimi Sedat Nazifi dhe këndon Adea Adili. Dhe kënga tjetër quhet Një porosi, teksti Aurora Balaj, muzika dhe orkestrimi Nazmi Aliu, këndon Esma Aliu. Dhe tani Monera, skena është për ty e dashur. Sa shumë ide në mendje kam, sa me
që vajzat janë mjallë, s'ka gabuar në këto fjallë, kokëllar gjithmonë ta mban, të bashkuar në hap, dan. Në kërkon me kyra ti mirë se na vjen, të brendojmë ky modrat, kur s'të të vel, e kuti të rritesh, të them një sekret, babi dhe mami i kemi amanet. E unë s'përpres shumë gati, veç një dorë të vogël me shumë dashuri. Nina nanati, Nina nanati. Kështu kemi ardhur deri tek tre këngët e fundit konkurruese, ku kemi kënaqësinë të mirëpresim një duet nga Shqipëria dhe dy këngëtare të vogla nga Dibra. Kënga O moj gjyshe si se di, teksti, muzika dhe orkestrimi Aleksandër Vezuli, këndojnë Kiera Broli dhe Kloe Miftari. Kënga Sa dua dashuri, teksti Mimoza Bici, muzika orkestrimi Maestro Zinče Mimidinovski, këndon Marigona Erebara. Kënga Ëndra me princesh, teksti Mimoza Bici, muzika dhe orkestrimi Maestro Zinče Mimidinovski, këndon Luana Riza. Le t'i ndjekim.
ishin këngët konkurruese të Blezave 2025, më falni. Ndërkaq juria profesionale theksoi edhe një herë e përbër prej 3 profesoreshave të muzikës, Samia Rakipi, Hamia Imeri dhe Adelina Halimi, mund të tërhiqen për të marrë vendimin për çmimet e festivalit. Rikujtojmë edhe një herë sponsorët tanë, pra sponsor general është Ministria e Kulturës, Komuna e Tetovës dhe Ordinanca Dr. Anqevski nga Shkupi. Derisa juria profesionale të rikthehet në sallë, programi artistik i festivalit vazhdon. Në skenë do të paraqiten 3 vajza nga Shkolla e Muzikës në Tetovë, në kitar elektrike Kanita Abdiu, bas kitar Eneda Azizi dhe në bateri Tara Shahini, për të interpretuar pikën muzikore Smoke on the Water. suksese. Faleminderit shumë. Falenderojmë Kanitën, Enedën dhe Tarën për bashkëpunimin. Faleminderit shumë. Vazhdojmë më tej me programin. Në Tetov disa vite funksionon në grupi I baletit Tutu me koreografen Bora Kazimi. Sonte balerina e të reja sjellin 2 pika baleti Inside Out në skenën e festivalit Bletëzat. Le t'i ndjekim.
grupin e baletit Tutu me koreografen Bora Kazimi, me që rast të ftojmë Bora Kazimi që të merë mirënjohjen. Faleminderit, shumë faleminderit. Dhe tani radhën e kanë nxënësit e klasave të 4-ta pranë shkollës fillore Liria, të cilët do të prezantohen me vallen pranë burimit nga arsimtarja e tyre, Xhemazie Neziraj. Dhe në vim do të ftoj arsimtaren Xhemazie Neziraj për të marrë mirënjohjen për kontributin e saj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Tani në skenë do të presim grupin e vajzave pranë shoqërisë kulturore artistike Xheladin Zeqiri me vallen Suita Kosovare me koreograf të Alpi Ajretini. Dhe më njerë pas tyre vazhdojmë me Nera dhe Aren Matranqi me këngën Fjalët e Qiririt. Le t'i ndjekim. Oh,
koreografin Albi Aredini për të marrë mirënjohjen për kontributin. Faleminderit. Dhe në vijim do ftoj dhe maestro Zinçe Mimitinovski, kompozitor, për bashkëpunimin e shkëlqyer për të marrë mirënjohjen. Për bashkëpunimin e tij dhe të festivali Bilbilat e Korabit dhe me festivali Mlezat. Faleminderit për këngët e bukura që na sjellni. Faleminderit. Festivalit Bletëzat, jam shumë vite në këtë festival, edhe uroj shumë suksese më të mëdhej. Shumë faleminderit. Faleminderit. Tani do të ftoja jurin profesionale që ka pasur sonte punën më të vështirë që të ngjitet në skenë. Dhe në ndërkohë, fillimisht të gjithë fëmijëve pjesëmarrës do t'ju japim nga një mirënjohje për pjesëmarrjen në festivalin Bletëzat 2025. Fëmijët pjesëmarrës mund të kalojnë në këtë pjesë. Dhe tani që juria më është në skenë, sigurisht që ata kanë vendosur për përzgjedhjen për ndarjen e 15 çmimeve. Fillimisht do japim nga një mirënjohje të gjithë pjesëmarrësve, Bora dhe Drina. Shumë suksese.
Eda Neziraj. Eda. Jona Regja. Jonën, ku e kemi? Brapa. Tiara Ganiu. Një duar trokitje të fortë luze. Adea Adili. Chiara dhe Chloe. Jona Krasniqi. Jara Zhaku. Medina Gülbeciti. Monera Veapi. Alsa Yashari. Luana Riza. Dhe Adora Faci. Marigona Erebara. Dhe Emsa Aliu. Faleminderit. Dhe tani do t'i ftojmë të gjithë fëmijët që kënduan të ngjiten në skenë. Atëherë, çmimi i parë që do të ndahet sonte është çmimi Menada e Lire. Julia, kush e fiton këtë çmim? Urdhroni. Menada e Lire, dueti Keira Brolli, Chloe Miftari. Ftojmë që ta marrin çmimin. Faleminderit. Radhën e ka çmimi Bleteza. Bleteza e kësaj nate është Alsa Yashari. Dhe të shohim tani kush e merr çmimin mikrofoni i artë. Jona Krasniqi. Po çmimin Best Talent kush e fiton? Best Talent fitohet nga Marigona Erebara. Radhën e ka çmimi Best Hit. Çmimi Best Hit fitohet nga Esma Aliu. Tani çmimin e ka radhën e ka çmimi interpretimi më i mirë. Çmimi interpretim më i mirë fiton Adea Adili. Çmimin vokali më i mirë e fiton Çmimi vokali më i mirë fitohet nga Monera Veapi. Tani kemi radhën për çmimin muzika më e mirë. Muzika më e mirë për sonte e fiton Jona Regja. Dhe çmimi i radhës është teksti më i mirë. Kush e fiton çmimin teksti më i mirë? Teksti më i mirë është Eda Neziraj. Tani do të kalojmë në 3 çmime të treta. Me që rast do të ftoja ambasadorin e paqes, zotëri Tahir Shabani, për t'i ndarë 3 çmimet e treta që Julia i ka përzgjedhur. Atëherë Julia, 3 çmimet e treta kush i fiton? Çmimi i parë i vendit të tretë fitohet nga Jara Zhaku. Për Jara Zhaku nuk kam edhe një befasi. Jara ka fituar edhe një tjetër çmim, mesazhi më i mirë.
Përshëndetje organizatorëve, zotit Mevej Babiu me një performancë të shkëlqyer, anëtarët e jurisë, prezencën e përfaqësuesve të pushtetit lokal nga komuna Tetore dhe komuna Përrëthin. Urimet për zemërta, urime gëzuar për shumë vite, festivali të roj me dekada me decenni. Ka nevojë kultura shqiptare të shpërndarë gjithandej botës dhe nga Tetova historike. Faleminderit shumë, urime. Kemi edhe dy çmime të treta. Mund të qëndroni edhe pak në skenë. Çmimin e tretë, tjetrin e fiton Drina dhe Bora. Çmimi i tretë i vendit të tretë e fiton Luana Riza. Faleminderit zoti Shabani. Ndërkaq tani do të ftoja drejtoreshën e Qendrës për Kulturë, zonjën Njomza Imeli Ismaili, për të shpërndarë çmimet e dyta. Çmimin e dytë për sonte e fiton Tiara Ganiu. Çmimi i dytë i vendit të dytë e fiton Medina Abdulmegjiti. Dhe tani ka ardhur koha për çmimin e parë, por para se ta ndajmë çmimin, ti falenderojmë edhe një herë mbështetësit financiar të festivalit nga pra janë ata Ministria e Kulturës, Komuna e Tetovës dhe Ordinanca Doktor Anqevski. Dhe tani ftoj në skenë zëvendës Ministrin e Kulturës dhe Turizmit që të jep çmimin e parë të festivalit Blecat 2025. Mund të merrni fillimisht fjalën përshëndetëse, pastaj edhe e shpallim çmimin e parë. Gjithë, para se të filloj programi, një nga prindërit më ofrua dhe më tha se interesimi është shumë i madh dhe nuk ka vend. Kjo është një mesazh për organizatorët që vitin e ardhshëm Blecat 2026 të organizohet në një hapësirë pak më të madhe se me të vërtet ja vlen. Mua nuk më mbetet të them diçka tepër, përveç se t'i falenderoj gjithë fëmijët, t'i falenderoj prindrit që janë sonte këtu prezent, posaçërisht t'i falenderoj edhe organizatorët për një organizim kaq të bukur. U dëshiroj suksese në jetë të gjithë fëmijëve, dëshiroj që gjithë fëmijët të jenë kështu të buzëqeshur. Nuk e di juria në bazë të cilëve kritere i pru vendimet, po unë dëshiroj nga ju një tuartrokitje shumë të fortë për arsye se të gjithë fëmijët e meritojnë vendin e parë. I falenderoj të gjithë Blecë, falenderoj edhe organizatorët, dëshiroj një natë të mirë. Falenderoj. Mund të thuash çmimin e parë, kush e fiton?
Ndërsa çmimi I parë I festivalit Bletëza 2025 fitohet nga Adora Thaçi. Adora Thaçi, fituese e Bletëzave 2025. Suksese Adora, faleminderit shumë për bashkëpunimin. Faleminderit jurisë profesionale për punën që kanë bërë sonte. Ju falenderojmë të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Suksese fëmijëve dhe shihemi nga Bletëza të radhës. Ta ndëgjojmë edhe një herë këngën fituese. Faleminderit të Iqit dhe mirupafshim vitin tjetër.